Të ndershëm vëllezër, tema për të cilën do të flasim sot është rinia dje dhe sot. Duke pas parasysh që rinia që ka qenë dje nuk është sot, dhe rinia që është sot ndoshta nuk do të jetë nesër, por ajo pëson ndryshime. Ndryshon, i riu ndryshon, por në këtë rast mund të themi që edhe i vjetri ndryshon. Por qëllimi i kësaj bote është që me ndryshu ka e mira e në asnjë mënyrë mos me ndryshu ose me shku nga ka e keqja. Inshallah Allah na udhëzon të gjithë. Këtë rast mund të ndajmë rinin në dy grupe ose në dy kategori. Rini e cila e donë Allahun, mundohet të falë namazin, jep sadaka, janë të përpikt në namaz me xhamat, e duan punën dhe nuk e humbin kohën. Dhe grupi i dytë, i cili është i keq për vetveten, por na bën probleme dhe neve, janë grupi i trive të cilët nuk din të shfrytëzojnë kohën, nuk kanë kohë të mirën me obligime fetare, nuk e falin namazin as me xhamat as pa xhamat. Mos flasim për sadaka e për punë tjera. Rini që dëfrehet me kufi dhe pa kufi, rini që më shumë e do dëfrimin lojën, humbje e kohës se sa të mirën, rrugën e drejtë dhe udhëzimin që Allahu xhaleshano na ka mësuar këtë botë. Dhe ndërshëm vëllezër, për ta kuptuar pse trit, jo shumica ose pakica, por ti marrim trit tash si tri, mund t'i themi 4 probleme që janë, pse tritet tonë janë larg fejsë Allahu subhanahu wa taala. Por kjo vlen edhe për trit që e duan Allahun dhe mundohen ko pas kohë të vinë xhami. E para është mos falja namazit me xhamat e largon njeriu nga udhëzimi i drejtë. Sepse ai që falet me xhamat në xhami, me siguri se kur ka ndonjë problem kontakton me hoxhën ose me haxhin ose me atë shokun i cili ja merr mendja atij që din më shumë. Dhe brengat problemet që i ka, ja rregullon dikush ose ja shpjegon dikush, ja qartëson më shumë se ai që i din. Namazi me xhamat e afron njeriu, i afron njerëzit, i vllazëron, i bashkon dhe i çon më shumë të duhur. Ndërsa namazi në shtëpi, si obligim namazi është në vend, është tamam, mirëpo jo rastësisht Allahu xhaleshano i ka lënë xhamiat. Edhe tash nuk ban mi keq kuptu punë dhe situata se namazit të shtëpia nëse bën të kabull nuk ka nevojë me dalë në xhami. Jo, nevoja shumë është e madhe me dalë në xhami, sepse namazi me xhamat xhami është 25 ose 27 herë më i mirë se namazi në shtëpi vetë. Të ndërshëm vëllezër, namazin me xhamat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka lëshu edhe kur ka qenë i smur. Edhe kur ka pas probleme, edhe kur ka qenë luftë, namazi me xhamat është falë. Ju e dini, keni ndëgjuar historinë islame kur Omerin radiallahu anhu i ndodha që i ndodh namazin sabahut, do me thonë e shpërthen Ebu Lu'lu el-Majusi me thik Omerin radiallahu anhu, edhe ai thot namazi me xhamat dhe namazi me xhamat. Edhe pse ka pas dhimbta, prap i mëson xhamatin dhe urdhnon popullin si halife që mos ta lëshojnë namazin me xhamat, sepse namazi me xhamat është diçka e madhe, jo rastësisht ka fol për këtë Allahu dhe Resulullah dhe pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kemi pas dietar të hershëm që namazi me xhamat nuk i ka kalu nga 40 vite. Për shembull, kemi El-A'mash, thot dikush transmeton për A'mashin rahimullah se 60 vjet kur ka thonë imami Allahu Ekber, ajo është lidh mas imamit. 60 vjet. Asnjë namaz nuk i ka ikë me xhamat.
E dikush tjetër prej dietarëve të mëdhej 40 vjetë, 30 vjetë, 50 vjetë, të gjithë njerëzit që e kanë dashur fenë dhe kanë qenë të përpikt në namaz, ata janë mundu që namazin ta falin në xhami e jo dikun tjetër. A ndodh, është e vërtetë që ndodh, do me thonë, tash koha ka ndryshu, ne jemi me një vend që ka jemi në Ballkan, kemi ko pas kohë probleme që të padëshirueshme që nuk i duan për na ndodhin, e bën vakin do njerë me fal të shtëpia, bën vakin do njerë me fal rrugë, do njerë me fal në një park. Mirë po, më e keq që është kur muslimanit i vjen turp edhe vjen marrë mu fal dikun. Për shembull, edhe ka se gjallën me vete, por marrë këtu, marrë ati. Jo, nuk është marrë edhe turp mu fal, është marrë me vjedh, është marrë mu marrë me kamat, është marrë me bonzina, është marrë me mos me dash Allahun, është turp, mos me respektu pejgamberin Islam, nuk është turp mu fal. Për shembull, të ka ndodhur në rrugë dikun edhe del djathtë, parkon veturën, del djathtë e fal namazin. Ama para se me fal, auton pa dikush. Për çka ka lidhje se çef dikush? Për shembull, nëse shkon në aeroportin tonë, tash nuk e di a ka xhami. Po edhe xhami duhet me pas edhe një kish të vogël. Edhe në një sinagogë krejt duhet mi ndërtu. Pse? Ose në për qendra tregtare. Shkon muslimani, ka nevojë të me blet diçka, i vjen koha namazit dhe ka xhamin. Që mos të falemi në rrugë. Shembull, nëse shkon në Frankfurt, në Gjermani, edhe në për aeroportet të qendrave më të mëdha, për shembull si është Parizi, Londra, Berlini, Hamburgu, Frankfurti, ke xhamia. Ka ardhur koha, ke kohë, shkon e fal namazin në xhami, nuk është turp, nuk është marrë. Ama te ne ende është turp. Edhe për maqedonët edhe për shqiptarët e civilizuar, ende mendojnë që është turp, mu fal në për qendra tregtare sepse qenë ka marrë. E dikush në akuzon se jemi të prapambetur. Të ndryshëm vëllezër, si do qoftë, namazi me xhamat e ngrit rinin edhe e plotson atë haxhiun, atë më të vjetrin. Keni pa tash edhe bisedohet se të vjetrit dhe haxhilert edhe ata më të moshuarit nuk kanë ku shkojnë, duhet patjetër marrë xhami, e ne trit shumë punë pas kemi, e para çka s'kemi vakt marrë xhami dhe s'kemi kohë. Kjo nuk qëndron, sepse njeriu nëse e rregullon kohën e vet, ka kohë dhe marrë xhami përpas atyre që janë punë, ndoshta dreka mundet me u ikse janë punë, ama namazi i sabahut, akşamit yasis nuk ka argument pse nuk e falim me xhamat. Wa jalzalatil adhanu fi kulli hayy, ndëgjojmë në të gjithë thirrjen e ezanit, ndoshta edhe zemrat na tërqedh thirrja e ezanit. Walakin aina sautu min Bilal, mirbakuan ezani i Bilalit radhiyallahu anhu, manairukum allat fi kulli sahin, dhe i kemi ngrit minaret të gjitha lagjet dhe qytetet dhe fshatrat, wa masajidukum min al-ubadi khali, ndërsa xhamiat me tri janë të shprazët. Kjo është e vërteta, është e dhimbshme, mirë po ne duhet me fol hakun, qofsha unë apo ju apo kushdo që është, namazin me xhamat e kemi largu, e kemi lënë anash, a namazi me xhamat i afron vëllezërit, i afron zemrat, i bashkon muslimanët. Kjo është e para që i largon trit nga xhamia, nga e mira e fejës islame. E dita, kur tritet tanë rinë me njerëz që nuk ja duan të mirën fejës islame. Kur tritet tanë mendojnë që duhet me shku ka Europa, nuk duhet me shku ka lindja. Kur tritet tanë ma shumë e duan filozofinë se sa fejnë. Kur triut tanë në qëfësi i flet ka thonë për jam islam, thot ai, a ka mundësi me argumentu me ndonjë filozof këtë që po e thu. Por shembull, më i tham ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai thot, a ka thonë për dikush tjetër prej europianëve ose prej indianëve të vjetër ose prej helenëve, grekëve të vjetër, për shembull si Aristoteli e sen. Në qoftë ata kanë thonë diçka dhe për ne është mirë e marrim edhe fjalën e tyre. Mirë po ne pse të marrim fjalë prej tjerëve duke e ditë që kemi fjalë shumë të bukura dhe të mira nga tradita e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po njeriu kur rrin me tri që nuk e duan Allahun, nuk janë të xhamis, nuk respektojnë prindërit, atëherë ki mëson nga ata atë rrugën e keqe, në asnjë mënyrë nuk e mëson të mirën.
Të ndershëm vëllezër, tri që ta zamë kanë përsërit në për shkolla, nuk e kanë kri shkollën e mesme, asë që nuk i intereson me hi fakultet, e pastaj mendojnë kështu shumë lehtë. Kemi të njofshëm e blejmë nga një diplom edhe him punë. Shumë lehtë, mirë, por në që fështë kështu në vazhdim me mendu, atër kina me bo problem vetës dhe kambit tonë edhe popullit tonë në vendin ku jetojmë. Se mos t'ja marrë menja dikujt se mundet me luftu fejt, sepse fejnë Allahu e mbrot. Por ne mundimi me humpë fejnë që e kemi si njerës, ama fejnë që Allahu dhe lëshanë në Kur'anin asë njëherë nuk mund me asë me dopsu në asë një farmonire. Pse se janë mundu njerëzit në botë me në largun nga islami, përpo ajtë që ka dash me mbajt e ka mbajt ashtu si duhet. E mësej vetën dhe juve që nëse duhet si tri me ndejt me dika, t'i zgjedhim njerëzit që janë më të mirë se ne. T'i zgjedhim njerëzit që janë rrugë të drejtë. T'i zgjedhim shokë që e duan shkollën, e duan xhamin, e duan prindin. Në qoftë se jemi të dobët dhe të këqij ne, nga ato mësojmë. Mirë, po në qoftë se ne jemi të dobët, plus edhe shokët i kemi më të dobët, të gjitha aspektet, atër ju e dini se çka mund të më ndodhë. Ju e dini se çka mund të më ndodhë, inshallah Allahu na udhëzon. E treta, humbja e kohës, duke pas parasysh që koha është shumë send i vlefshëm këtë botë, në qoftë se di me shfrytëzu kohën, atëherë të gjitha të mirët do të kemi në këtë botë, a mos flasim për botën tjetër. Për shembull, kemi tri që e ka funduni një orar. Ta zam orarin e triut i cili nuk ka lidhje me islam, vetëm e ka emrin muslimanëve, mirë po nuk ka lidhje me fenë islam. Ai çfarë orari ka? Në punë nuk shkon. Nëse ja afron të ndonjë punë, ai e kërkon punën më të lehtë. Thot, puna me lehtë që më shumë me fletë e më pak me punu. Sa tri kanë gjetë punë, mirë po i duket, vallaj, unë s'mundëm se kam problem me midis. Ai tjetri thot se në maj thas me qement. Ai tjetri thot unë nuk mundna me kopaq me punu. Mirë me shoq, kur të thojshmi ne shkom sa, nuk e dashim mësimin, e tash nëse nuk e do mësimin, e do punën fizike. Por atë çka të ndërshëm vëllezër, ju tri që jeni në xhami dhe shok që i keni kudo që i keni. Unë e mësoj vetën se edhe unë i takoj trive, por më shumë të juve. Mos u habitni, mos mendoni që 4 vjet dhe 8 vjet me ndejt në bankë është punë e madhe. Nuk është punë e madhe sa të kanë me kalu, bile keni mi haru. Edhe askush nuk mundet me mendu se unë në qoftë se e kri fakultetin nuk ka me punu punë fizike, se puna o për njerëzit. Puna edhe për musliman edhe për jo musliman. Ai që punon ka, ai që nuk punon nuk ka. Tash ne mos mendojmë se po qeten e babën as mbret se kemi, as prind se kemi. Edhe kemi ndodhë ashtu si kemi ndodhë. Mos ta humbim kohën, por shembull tash nëse se dalim, sa unë të ka loja, po, loj futballit ka. Ama ditëritet, askush nuk ka thonë që mos e shifni futballin. Në që fse keni kohë e shifni, u kri puna. Mirë po, që ato pastorët me planta shkojnë trit, edhe ulen edhe bisedojnë se kujt mi e dhanë, se kush ka mundësi me fitu, edhe sa ma shumë pale me dhanë, ma shumë fiton. A unë një fjalë për e thamë. Që ato njerëzit që i kanë mendu këto pastorët, që të komarët, juve ja u menja se ata e kanë mendu, ju me fitu, unë me fitu, apo ata me fitu. Ai që e kanë zjerë bankën, si bankë, ai e ka bon plan, ne me fitu, ai me fitu. Ai e ka bon plan, ai me të fitoje. Nuk e ka bon plan, ne me fitu. Që ta kish bon, ashtu e humbë. Edhe këta pastorët që i kanë, sportskat, që ma shqip, ai e ka bon plan, ai me fitu, jo unë dhe ti. Ama ne ka ditë rori humbim kohë në ditë, se kush mundet me fitu. Gjermani, Greqi. Po këtë ka Gjermania e në si shqiptarë, se ato në kanë hangë shpirtin. Këtë kanalizimin e Gjermanisë kemi ndrejsh në shqiptarët. S'ka lidhi, se këto alo ma shumë janë të në hangë shpirtin, këto kujshit e tanë. Por puna, pse me hinë kamar, pse me hinë haram. Në qoftë ta themi që sporti si sport qenë ka i lejuar, edhe pse ka shumë muhabete.
Akshami thirrën në televizi, jashtia thirrën në televizion. Soset filmi janë isë futballi, krijet futballi janë isë filmi, jo lajmet, jo kjo, jo, 10 orë në ditë në televizion. Edhe tash mund të thonë, unë e valla kohën e kom nda mirë. Te ki nda kohën mirë, ama këtë kundra teje kohën shkon. Aliu radiallahu anhu thot kohën si shpata, në qëfëse nuk e pret. Të ndërshë vëllezër, trit tonë duhet me ra vetës mas. Tritet tonë duhet me hapësit edhe mu këthi ka rruga e drejtë, sepse kështu se kemi fillu, 70% tritet tonë janë gabim. Unë nuk thamë tash dikush mundet me thonë, valla unë e falin avë, ti pse e falin namazin, këto me thonë që s'lu në sport s'ka, edhe nuk shumë pastori. Mirë po namazi sinqert largon nga harami, namazi i mirëfilt, friga ndaj Allahut të gjithve neve, na largon nga harami. E katërta, kur tritet tanë nuk miren me diturit shariatit, me diturit Kuranit dhe të Sunetit. Tritet tanë ma shumë miren me gazeta, me revista, nuk jam kundra gazeta dhe revistave, njeriu i riu duhet me përcjell, çka ka ndodhur. Për ditë duhet me përcjell. Ama mund vjen i nati kur një i ri, për shembull, nuk e di se çka ka ndodhur sot. Për shembull, mund vjen duhet me di secili prej nesh një gazetë ndi duhet me lexu, me marr informata në botë çka ka ndodhur. Sa musliman janë masakruar në Siri, mara mos me ditë. A levit, sa njerëz i kanë vrarë, sa gra i kanë dhunu në Siri, mare mes me ditë. Në Egjipt, ushtria, si po do me rëzu muslimanizmin, si do me dopsu muslimanizmin, pse po do me fitu një kryetar musliman, këto minerin ndrin ligjet. Mare mes me ditë, duhet me ditë, me përsele, ta shkret arabisht nuk dim ne, me ndu gjuhë Gjezirën ose al Arabie. Mirë po kena me lexu në gazetë, në revistë. Mirë po dhe mara për triun, mos me ditë kur ka lind pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mara mos me ditë kur ka vdek. Mara me veta sa fëmijë ka pas për Islam, se di. Si se di, 6 fëmijë, 7 fëmijë ka pas për Islam, nuk e di. Kur ka fillu lufta e Bedrit, nuk e di njerëzit, që 500 vjetin ato fol, për se në Ramazan ditën e 17 lufta e Bedrit, 30 tonë thonë, valla, gjë se di. Tash nuk jam duke fol, por ju që jeni në xhami, ai ta zonë që ju e dini të gjithë. Por sa tri kemi që nuk i din. O xha, ka pa mundësi me fal namazin apo pa elhamdulillah. Pse po nuk e di. Elhamdulillah se di. Ose a mundet veç elhamdulillah dhe kul huwallahu e tjera, se ne mësoj shumë zor vjen. 20.000 futbolera i di përmendsh. 10.000 artista. Lene që i di këto për e di kur u martu, kur u da dhe cilën e ka një jetë me e marë. I riu janë, vla janë, që rrim me ne, jetojmë bashke, rrime, punojmë bashke. Nuk janë ato tritë për të cilam të folë një ndi, as një puni, janë këtu. I di lojat krejt, mas 3 mujve kush ka me lujt, edhe kujt me adhon, dish, njish, 0. Krejt i din, a kur të vjen puna veç me kullovallah, 30 vjetë do më falë. Do me thonë, duhet me javnu menën që me mësu shëriatin Allah. Tash ne nuk mundim me ditë, unë e hoqë jam nuk e di krejt. Për ditë mësoj treja, për ditë. Ai pejgamberi alayhis salam ka qenë pejgamber dhe ka pas vahj, edhe ai s'ka gabu. Maj si ka vdej për Islam Ebu Bekri se ka dit krejt, as Omeri, as Othmani, as Aliu, po ka pas shura bejnë e hum. Janë konsultu cilën është puna me mirë, cilën duhet me bon, cilën duhet me lanë. Në edhe punë të mdoja kër i bëjmë vetë, pas taj valla be gabova. Pa e vetë e ka, jo, puniri, unë e dive, unë e di si i di 10 hadithe për menç. Ti di 10 hadithe për menç, ta mërmenja si e bon, alim, si dhe qoftë. Të dërshëm vëzër, nëse ne si tri këthejemi fejs tanë, duke mos e largu kombin tanë, se cili e ka kombin e vetë, qofshmi shqiptar, bosnjak, turk, ashtu Allahu në ka farë. Unë s'kam dasht, ndoshta me tazam. A i turki thotë, ma mirë që a qenë japones. Ki shqiptari tjetër thotë, ma mirë që a qenë gjerman. A i gjermani do më votë turk. Ama Allahu s'na ka vetë neve qka të dumë me qenë ne. Allahu në ka kriju ashtu si në ka kriju. Ne shqiptar, do bosnjak, do turqeli, do rom, do amerikan, do gjerman, kombin nuk e zjedhim ne. Ama feja ne kemi
edhe duhet me qenë të mburt, duhet me qenë krenar, pse Allahu Gjeleshanu në ka zgjedhur se ne t'jemi musliman. Unë disa shembuj dhe të përmendje për trit e mëhershëm. Kemi tri edhe më herët që kanë bën shumë gabime, dhe që historia nuk i la, mirë po kam i përmend disa tri që sot e kësaj dite ne mburemi kur i përmendim ata. Ka qenë një komandant me emrin Uqbe ibn Nafi, radiallahu anhu ose rahimahullah tash, 25 vjeçar. 25 vjet i ka pas, ka dalë në Oqeanin Atlantik. E dini tash, Oqeani Atlantik ju trit, keni mësuar gjeografi, por edhe ju agjelert me siguri e dini. Ka dalë edhe nuk është kujtu shumë çka mundet mu bon, si mundet, por e ka bon planin, strategjin e luftës dhe e ka fitu luftën dhe e ka çliru Afrikën ku janë sot muslimanët. Ai e ka çliru, ka ardhur Mubarak, e ka shkatru vendin e vet, ka ardhur Gaddafi, ka shkatru vendin e vet, ka ardhur Zeinul Abidin ibn Ali, ka shkatru vendin e vet, ka ardhur Abdulaziz Bouteflika, kryetari i Algjerisë, ende e shkatron vendin e vet. Kështu me radhë. Do me thonë 25 vjet. Ta zonë shembull Sultan Muhammed El Fatih, që e ka çliru Stambollin 23 vjet. Tash paramendoj, unë i kam 38 vjet, kur gjanë s'kum ban. Edhe ju, 20 vjet, 30 vjet, 50 vjet. Se cili duhet me ban analizë, çka kum ban një punë të madhe ajo. Tash ne krejt komandanta se mbami, krejt luftën shkojmë. Ama krejt mundemi mu marrë me dituri, krejt mundemi me mësu fejnë Allahut, të gjithë ne mundemi me bon davet, me i thi njëzin punë të mira dhe me i largun nga punë të liga. I riu i dit Gjafer at-Tajjar. Gjafer at-Tajjar e ka dasht Allahun në sejgje sa të dush, të sbi sa të dush, në gjihad po, me dituri po, respekt dhe prindervi sa të dush, do me thonë njeri që e ka dasht Allahu, ama edhe kje ka dasht Allahu. Ka shkon luftën e Mu'tes, ajo lufta e Mu'tes ka ndodhur në Jordanin e Saudit. Në Jordanin e Saudit ka ndodhur lufta e Mu'tes kundra Bizantit të atëhershëm. Kanë luftu muslimant me jo muslimant, edhe i ka thonë një fjalë para se të vdes, para se të bën shahid, ka thonë ja habadha al-jannati wa iqtirabuha. O gjennet, po hetoj se unë jam afru të ti, tajibetun vë baridun sharabuha, sepse ti o gjennet i ke pijet e ftofta dhe të mira. Ama ka bon diçka edhe ka mendu gjennetin. Ne shkojmë gjithë ditën në bastore, edhe mësanajna kujti, rastisht kujtohet, inshallah Allah i na qënë gjennet, në kopshin zoologjik, s'ka problem, ka vend se duqe dhe në gjennet, i thonë arabisht hadikatul hajawanat ose gjennetul hajawanat, kopshti i kafshëve. Sa njeri do gjennetin, kitë dunjoja du në gjennetin, kitë dunjoja du në villa, kitë dunjoja du në palate. Para mendoja, këshmi dash ne tash me jetu në këtu në Shkup, mu marrë me probleme në Dubai. Këtëve me në dhonë ka një villi shmi knaqe ti. Ama Allahu nuk i ka vendosë punë kështu. Të dush me ban diçka për me fitu, o vëllezër. Po sa që rishtri, duhet me punu diçka për me meritu edhe këtë jetë, me regula edhe botën tjetër. Të ndërshëm vëllezër, dhe Nasibun Nadar ka ra shahid në luftën e Uhudit, e kanë godit me 80 shigjeta, edhe ka vdek në emër të Allah subhanahu wa ta'ala, edhe ka thonë nuk mundëm me e hetu, me nuhat erën e gjennetit përpose nuhut. Do me thonë ka ban diçka i ri. Ta shune me këtë ligjerat, nuk jam duke thirë në gjihad, se s'kina gjihad në këtu ta. Mësë një jam mare menja të ku që kitë me luftësët e paska. Por unë jam të tregu për trit, i rive dhe aje, pëse aja s'ka dash mu martua, s'ka dash me fmi me lujta, aja s'ka dash me shku në Ramstar të zonë, shenë me hec, pak një kruk me ba. Aja s'ka dash futbol me lujta, aja s'ka dash me pa futbol, aja s'ka dash me pa 40 filma në dita. Ama ja, i kitë të puni galon, edhe pse në atë kohë s'ka pas
kështu që për të cilën ne sot e kemi. Ka ba shkretin, edhe shumë kanë hek, edhe s'kan pi ujë ndoshta me jafë, edhe s'kan pas ushqim me jafë. Mirë po, aje ka bo një punë tash mas 1200-1300 viteve, unë dhe ju e mësojmë historinë e ti. Pse? E mësojmë historinë e ti se aje ka bo diçka për hirë të Allahu subhanahu wa taala. Ka bo diçka për fejnë e vetë, ka bo diçka për prindërit e vetë, ka punu për rinin e vetë. O vëllezër, ne du të bëjmë opsit, se sot jemi 3, ama nesër kena me bon pa prit mas ka 50 vjet, 60 vjet. Edhe nëse na pyet diku çka keni bon këtë botë, nuk dim çka me thonë, se më shumë kemi të këqija se të mira. A 3 si 3 duhet ta më të vjetrit e tonë të kënaqen, t'ju bon qefi kur të na shohin neve. Me rregull në xhami, me rregull mësim, me rregull në punë, të kënaqen na xhelelt dhe prindërit tonë kur të na shohin, kur ta shohim triun e ka marrë baban e vet në kolic. Po e që zomi paralizum dhe e që i thot, o bab, ku po do me shkuti? Thot, valla, po du me vizitu filanin, po du me mëcu në gjami, që ashtu si jam. Edhe ne kur të shofim triun, e ka marrë babën e vetë, e ka sjell në gjami, na knaqet zemra dhe shpirti. Ajo në dim për tri që i ka lëmë babalar, as pa pastru i lëmë. Se a kërtit në unet, dhe të vjen mjeku. A baba su ka kërtit për tia, ti shumë i pastërve me hugo, me parfem hugo ti, ere mirë të vjen. Ama kur ti bëj 70 vjet, kitë ka me ikë për ti. Se qka të mbjellësh ki me kur? Ne si tri o vëzër du të bëkthi ka feja janë, se feja nuk është pse unë kum dash, pse Allah të leshanu hu, e ka bon fejën të vërtet. Islami është feja e vërtet, nuk ka dyshim këtë. Dhe elhamdulillah që i takojmë kësaj feje. E tash kemi gajle, kemi obligime gjanë normali. Pa obligime dhe pa gajle, asë gjanë nuk fitohen këtë botë. E lusë Allahun Gjeleshanu të na udhëzon, e lusë Allahun Gjeleshanu na shkollon, dhe të gjithë së bashku në xhennet në çon. Qulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.